Grabitja e kapakëve të shtyllave të ndriçimit në shitëtorin e Orikumit ka rritur ndjeshëm rrezikun për banorët dhe turistët. Shqetësimi ngrihet edhe nga vetë banorët e zonës, të cilët shprehen se kjo situatë vijon prej kohësh dhe se nuk është marrë asnjë masë për zvendësimin e tyre. Më të rrezikuar mbeten padyshim fëmijët, pasi telat e energjisë elektrike janë të ekspozuar, duke përbërë rrezik serioz jo vetëm për ta, por edhe për çdo qytetar që e frekuenton këtë zonë. Sipas banorëve, kapakët janë vjedhur nga persona që i shesin për skrap, duke rritur kështu nivelin e rrezikshmërisë. Janë të hapura me tela korrenti jashtë, nuk përbëjnë rrezik për gjithë qytetarët, për fëmijët, për këto. Po bëjnë rrezik. Po që ka frikë, di frikën tjetri. E nuk ka të faturë atje. Duhen marrë masa gjithsesi. Patjetër, po atë punë kanë bërë këta që merren me skrapin, që mbledhin hekurishte. Gjeti kapak të lira e klape, hoje, mori ikë. Telat e elektrikut po t'jenë elektriku të rrezikshëm janë, po t'jenë hapur, po nuk e di se kam vënë re. kryesisht për fëmijët, po për të gjithë ata. Po për të gjithë më, po t'jenë fijet e elektrikut të hapur, rrezik ka, po unë nuk e kam vënë re. Duhet bërë, duhet ndërhyrë sa më shpesh. Patjetër, nëse ka fije të tilla, patjetër. Shumë të rrezikshme ato pazari. Janë rrezik për fëmijët, sidomos pa moshurit edhe e dinë që më ashtu. Aty kalojnë, sidomos në behar kalojnë shumë njerëz. Bëjnë xhiro edhe janë të rrezikshme shumë ato. Ja ato po ka dhe shumë gjëra të tjera që s'vjen njëri dorë, absolutisht. Shumë të rrezikshme për mua. Ose nuk janë fare, po thuaj se janë të rrezikshme, kuptohet. Për fëmijët mbi gjitha, sepse ne të rriturit ndoshta e dim. Po mirë, për fëmijët i ngjiten edhe shtyllës, se nuk dinë, e kupton, po janë adoleshentët e vetë, 12 vjeç, 10 vjeç, edhe i dinë se ngjiten në pemë, edhe ngjiten përsëri këtu. Këto në fakt nuk janë të mira, janë të rrezikshme. Dhe duhen rregulluar. Situata mbetet shqetësuese ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për zvendësimin e kapakëve dhe parandalimin e problematikave që mund të krijohen në shëndetore. Ata shprehen se ndihen të rrezikuar ndërsa theksojnë se shtyllat e ndriçimit janë vendosur nga njësia administrative, e cila duhet të marrë masa për zgjidhjen e kësaj problematike.